Shqyqere. Të pak të shqyqere të robat. Që kera but. Jo, vrave me vërtet. Po di me që u vrave, pra një herë dhe thashe u vrave dhe se... Qeba me kërpa, jo e... Se me qesh është e letë, ta kuptoj, po... Ta kuptoj që ka dhimbje. Po ec nga bari, lali, mos ec kështu. Tashi është gallat, se tashi i gjiro ne të dy kështu këtu, 300 milion mendime atje. Perfekt. Kush grup dhe ja fusi kujt? Është perfekt. Po ti shkriu i qik me të dy. Grupet, mos rri vetëm me një. Po, se atëre bëhet loja interesante. Unë lidhem... Edhe me ty për shumë me ecë mua beti. Po mirë me energji lidhem me gjithë. Me ty, me energjikon. Tashi, si do që tjetë, ajo e bën, kur shkrien energjit, se ka energji që janë problematike në fillim, deri sa të ndërthuren. Po, e ditë kuptoj. E kuptoj, momentin që bashkohen, e kuptoj. Puna është me uni mirë, nuk është me uni keq. Po, shumë mirë për një më. Po, pra. Jo, me uni mirë të gjithë. Sekreti i çdo gjoje është harmonia në grup. Absolutisht po. Kush është i Zotit ta përcjelli, ta marri, ta japi. Absolutisht po. Është gjitha këto gjona çu çiki janë e kupton thjesht flucka e sapuni. Për momentin puna është që ti je bashk edhe të votosh kur dali, e kupton ta vush edhe ti daljen e tjetrit. Po patjetër që po. Jo njëri kënaqet tjetri. Patjetër që po. Po kjo skrijohet pa qenë close man. Ja. Duhet me qenë close man. Duhet me ra kokës, se bëhet edhe kështu plako, ti me ra kokës kujdo që tenton me kriju, si të thush, Exactly. Përqarje e gjëra. Patjetër. Ky është muhabeti. Ajo është pikërisht ajo që po bëj. Okej, po rri veç. Si po rri veç? Po rri veçum. Po da, apo rri me ty? Apo knoqemi? Tani në me vërtet jemi komunitet këtu. Unë knoqem ma shumë vetëm se sa me njerëz, e diti? Po jo, unë knoqem edhe me njerëz edhe vetëm. Puna është kur je në bashkësi, e di pra e di. Të jetosh bashkë, të promovosh harmoni, e kupton dhe gjetë bukur. Se s'kena për ta gjetë mo këtë rast. Absolutisht po. E kupton dhe pse duhet me uzi. Absolutisht. Pse duhet me pas me të futme. Ata që janë me futme i tregohet veni, e kupton. Jemi dakord pra. Qepalla, pas ke shijet e mia. Pas ke shijet me një shijet i komun të bukra, po vetëm në për raste kur, tashi, me i bo, gjonat si bojnë. Qa dili. Gjitha do bojnë, gjitha po bojnë. Lage. Gjonat e mira janë pa pare nga të botë. Zdun asë gjë. Dili, natyra, njeriu, e kupton që dëmot. Ka bo Zoti për narë gjitha këtyne gjonave. Absolutisht. Pse duhet me qenë të këqi? Pse duhet me u boj keq? Pse? Ke arsye për shemë? Po hapra më thujti mu, ku të gjonë? Sa kam iden, unë eci me këtë parim, që pse duhesh me u boj keq, për deri sa... Dhe me thënë është me zgjedhje, edhe me u boj keq është me zgjedhje. Në i herë, jo në i herë, por shpesh herë, 99% të rasteve. Unë mendoj, mendimi im është që qëllimi, jo gjithmonë duhet me justifiku mjetin. Pra, ka disa, me sa kam kuptu unë, ka disa lojtarë, Shiko, kjo është lojë, nuk është për këto. Pra ndaj po them ka disa lojtarë. Ka disa lojtarë që qëllimin e kanë shumë të kufizuar, dhe ka disa lojtarë tjerë që kanë një qëllim tjetër, pra qëllimin e shohin edhe për te i fermës. Edhe mu kjo më duket shumë e bukur, pra që të ketë njeriu një vizion për veten e vetë. Pra e shkosa ka për plasje vizionesh, për shembull, unë nuk për shembull edhe po e thash unë vizionin tim, le të theme, unë pranej flas me ty, se kom qef me fol me ty, se e di që ti kupto, si në kuadrët lojës, si jo në kuadrët lojës. Por, është... Plako, më falë, që të ndërpres. është i vetëmi vend ku ke lirin mos me mendu, por me ndje.
Po me ndje shumë e vështirë, shumë, nuk e ke ta pas këtë rast një. E di, me ndjenjë shko Të ndjesh, vetëm të ndjesh e mos menojnë tjerët për. Pikërisht. E kupton? Sepse unë nga ndjenja po eci. Pra është me të ndjerë. Okej? Dhe unë eci edhe me këtë lloj gjëre, pra që duhet me... Pra si atomi, që ka plusin, ka minusin. Këto nuk i kupton audienca fare. Po s'ka lidhe më po e bëj mua bet me ty, nuk e kam këtë tani për audiencën. Jo, duhet të kesh parasysh çdo gjë që bën këtu. Reflekton atje, dhe ti nuk je një njeri si gjithë tjerët, po je një artist i këtij veni. Po patjetër. Okej, pra, dhe kur je artist i këtij veni, e kupton, duhet t'jesh, domethënë duhet themi gjona që i kanë pranë njerëzit, se ne i kuptojmë gjërat, se kemi kohë, i analizojmë, i bëjmë gjona tjera. Sepse ne nuk jemi në për situata Me gatu me brumin që ke. Po, sepse këtu ne nuk jemi në për situata tjera që ndodhin rreth për qark. Unë kam edhe i parim. Siç ta thash edhe atë notë, në rast të rëndom për punën e cigareve. Nuk du me përderisa, nuk jam e sigurt 100%, nuk du të akuzoj. Tani, disa njerëz disa lojtarë kanë pretendimin që më akuzu pa vërtetuar si lloj gjëje. Shumë normale, është pjesë e lojës. Tani unë nuk jam këtu për t'i mush menin lojtarëve se kush jam unë. Okej, lojtari i mirë e kuptoj vetë. Ti je këtu për t'i mush menin atit se kjo është bota jote. E kuptoj, ti s'ke botë tjetër për jashtë. Ti nuk ke asnjë pikë lidhje me atje, kështu që do fitosh zemrat e të gjithëve. Absolutisht. Qofse nuk i fitosh zemrat e të gjithëve, e ke kot. Mendoj unë, jo ti personalisht, po të gjithë që e mendoj. Lagë, për me i garë me makina, për shumë. Okej? Po nuk është garë me makina, ma është garë njerëzore. Jo, do ketë një fitus. Tani një garë me makina, mendon ti që ato të gjithë duan njëri tjetrin aty? Jo. Atëherë? Jo, po ne s'jemi garë Po me ideja makina. është kush jep gaz, kush e ka makinën më të mirë, Këtu jemi të gjithë njerëz të ndryshëm. Këtu fiton modeli. Yes, sir. Okej, ka modele të këqija, ka modele të mira. E kupton? Po. Ne që jemi për fat, jemi se artista ka sa dush në për metrot e botës i ke plot që janë të aftë, kanë mundësi me Patjetër. e kupton, janë artist vërtet dhe nuk e kanë fatin që kemi pas unë e ti, e kupton, që Patjetër. jemi bo. Do thush ti, s'na ka bo njeri jemi bo vetë. Na kanë bo, plako, na kanë mështet. Shkem aty, eci me vasha. Më përqe këtu në urë, plako. Po mirë, a do më ullë tu? Jo, me që do ullem, qasë rrit do të ngom ti. Unë du me nejtë ngom që të qarkulloj që gjatë. Aha, më mirë, okej. Thash mos me pas ti më të letë. Kjo është pjesa. Edhe ti do promovosh atë që jo në kuptimin e interesit tatë. Personal. Gjithmonë. Problemi jonë si shqiptar është kudo, çdo gjë, vetëm unë. Ne jemi 20 princa, e kupton, dhe s'kemi ushtra.